Shikues nderuar, mirë mbrëma, mirë qofshi dhe mirë se erdhët në emision. Mysafiri juaj dhe yni sonte është Astrid Mustafa, klarinetist, profesor në Akademinë e Arteve Degja e Muzikës në Prishtinë. Zoti Mustafa, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se e qetë. Zakonisht intervistat ne I fillojmë me lajmi I sontëm për Ferizajn dhe për gjithë Kosovën është se së shpejti apo më saktë me 12 qershor në Ferizaj në rastin e 14 vjetorit të çlirimit të Kosovës dhe 140 vjetorit themelimit të qytetit të Ferizajt do të mbahet një gala koncert. Kush do të organizojë, kush do të marrë pjesë, çfarë ky element kulturor? Po, është e vërtet të mërkurën me 12 qershor mbahet një koncert me artist të mirënjohur shqiptar në palestrën sportive Bill Clinton, duke fillu prej orës 8 në mbrëmje. Do të mbledhen artist, këngëtar të gjitha trevave, nën përcjelljen e Orkestrës Simfonike të Radio-Televizionit Shqiptar me dirigent Jetmir Barbullushin. Do të jetë një koncert festiv I cili organizohet nën kujdesin e kryetarit të komunës Ferizaj, zotit Agim Aliu, të cilin duhet të falenderu për mbështetjen e fuqishme që I ka dhënë jo vetëm këtij koncerti, por edhe shumë eventeve tjera kulturore në Ferizaj, koncert me të cilin edhe fillojnë festimet e shënimit 140 vjetorit të qytetit Ferizaj. Koncert ku ndoshta gjithçka këndohet shqip, ashtu si që ka jeni feste, e përmendet artistët nga Tirana, Prishtina, ka artistë të tjerë nga Tetova, nga harta, gjeografia shqiptare përgjithësi? Po, ka një ndërta është edhe artisti Selami Kolonja, I cili vjen nga Struga dhe na nderon me këngët e tij të bukura dhe zërin e tij. Çka do të ketë në agjendë, se mund ta quajmë artistike, cilat do të jenë pikat më interesante, më kryesore të shpalosin për këtë koncert? Veçanta e këtij koncerti është se bëhet me formacion orkestral të madh, simfonik. Dhe me thonë, nuk është hera e parë që vjen Orkestri Simfonik I Radio-Televizionit Shqiptar, ishte edhe në vitin e kaluar në shënimin e 100 vjetorit. Dhe me thonë, interpretimi I këngëve është këngë popullore nën përcjellje të Orkestrit Simfonik Kultur, kjo që po hyn në Ferizaj, dhe me thonë, kultur e re kjo e interpretimit këngës popullore, një përvojë e re edhe për instrumentistë të ri Ferizajas. Dhe me thonë, në Ferizaj vitin e kaluar, siç e dini edhe din të gjithë, është formuar Orkestri Simfonik I qytetit. Pikërisht promovimi I këtij orkestri ka qenë me interpretimin e këngëve tona popullore, burimore, në një nivel artistik të interpretimit në Orkestër Simfonik. Me të mbërgjë shikuesve të themi, kur në vijat të shkurtra prezentuam, të themi portretin artistik të Astrid Mustafës, një bashkëqytetarit tonë të Ferizajt, që po në nderon gjithkur me paraqitjet e tij artistike, se zoti Mustafa është edhe pjesë e Filharmonisë Kosovës. Në fakt, sa Ferizaj ka rritë në këtë ecje, në këta 14 vjet për të lirisë, të bëjë një klasë, një kastë artistëve për një mend shkolluar? Është e vërtet, unë punoj në Filharmoninë e Kosovës në pozicionin klarinetist. Është një përvojë interesante të cilën unë tash 13 vjet e bëj me shumë përkushtim. Në Ferizaj, mos me thonë vonë, po jo edhe shumë herët ka fillu punën shkolla e muzikës. Rezultatet e të cilës tash veç po dalin, dhe me thonë Filharmoninë e Kosovës, bashkë kolegët mi, janë edhe instrumentistë të tjerë, që luajnë violin, viol. Shkolla e muzikës ka bo një, me thonë, një pasurim të jetës kulturore.
dhe me thonë kanë nxjerrë instrumentistë të cilët tashmë veç kanë fillu me u prezentu në skenë jo vetëm në Ferizaj, Prishtinë, po edhe Maxhan. Janë instrumentistë që me shumë sukses e shfaqin kulturën e vendasve tonë, edhe jashtë vendit. Po. Kur flasim për kulturën, për zhvillimin e qytetit Ferizaj, tash e 140 vjet, dhe bëjmë një llogaritje edhe të kastës së artistëve, është e pamundur të mos përmendet Mirza Blaca, që e ka nderuar jo vetëm Ferizaj në Kosovën, por në mbar kombin shqiptar. Të përmenden rockgrupet Trixin, Tonikin, e viteve 70 këtu në Ferizaj, i mbeti me borxh mos e përmendim edhe Shekin, që pati bërë emër në Sarajevo dhe edhe në kryeqytetet e Jugosllavisë, e më vonë edhe në Bullgari. Cilët janë emrat më të përveçëm të artit muzikës aktualisht në Ferizaj, sipas jush? Është e vërtet, unë jam rritë në frymën e tingujve të këtyne artistëve shumë të nderuar që i përmendet, sidomos Riza Blaca, i cili ka bërë një prezantim shumë të denjtë të folklorit ton, mandej instrumentistë të tjerë të cilët përveç muzikës folklorike burimore janë prezentuar edhe me rryma që në atë kohë kanë qenë mjaft të avancume, siç janë grupi ansambli vokal instrumental, siç janë quajtur atëherë Trix, Tonik, mandej edhe rock genius, po të cilët kanë kultivuar një muzikë që për kohën ka qenë Kastriotët, pa tjetër, po dhe me thonë nuk jemi edhe pa tradit sigurisht në krahasim edhe në muzikën popullore, po edhe në muzikën e kultivuar artistike. Duhet mos harru edhe profesor Vincenz Gjinin, që ka qenë një prej profesorëve të parë të Universitetit Prishtinës në muzikën klasike, muzikën e përpunuar, mandej mësues të mi të muzikës, mësuesin Muhamet Kastrati, dhe shumë kolegë që nështë me i thonë me emna mës të pa e përmendur. Me që jemi të një aktivitet që të kujton apo evokon 140 vjetë qytetit të Ferizajt, sa i keni lënë hapësirë në këtë gala koncert që të kemi edhe pjesë të muzikës burimore? Është e vërtet, konkretisht muzikë burimore janë vetë këngët që do të kënohen. Të ripërpunuara? Sigurisht, të ripërpunuara. Kjo do të thotë edhe vetë qëllimi i këtij koncerti është që mos të shkulemi prej traditës. Do të thonë që të rinjve, rinis, brezit të ri, t'ju prezentojmë këngët popullore të ngritura në nivel të përpunimit këngës popullore artistike. Do të thonë këngës impostume, edhe vetë instrumentistë të ri të shohin, ose ata të cilët veç edukohen në shkollën e muzikës të shohin kahjen se ku duhet shku edhe çka duhet punu për të arrit lavru mas pari folklorin ton e mandej edhe muzikën botërore. Zakonisht në për shoqëritë që janë tranzicion bien edhe shembën sistemi i vlerave. Për në këta vitet e lirisë ne patëm duhet të pranojmë edhe rënje shumë madhe edhe në nivelin e artistik, qoftë muzikë apo në artet të tjera. Në koncertit që ju organizuat nëntor të vitit kaluar, sikur i vurin një mezhe, vurin një gurit fort, kësaj të poshtë, si të themi, edhe gjërat filluan të kthehen për të mirë. Si arritët dhe si po gjeni këtë fuqi që të mbledhni këtë artist dhe të sillni pikërisht në Ferizaj, se për herë të parë sytë e gjithë Kosovës edhe më larg u kthyn nga një transmetim i drejt për drejt televiziv që t'ati koncerti e dhash zoti ai sukses të përsëritet dhe kësaj radhe. Është e vërtet për tranzicionin të cilin e kemi vujt edhe jemi nështë akoma të e vujt, ka pas një lëvizje, të them ka pas një ndryshim, sidomos këtu në Ferizaj, prej vitit kalum, nështë edhe ma herët, sigurisht, nuk kanë mungu aktivitetet, po
është vërejtë ndikimi i drejt për drejti, si që e përmenda më herët, qeverisjes lokale, kujdesit të tyne që në jetën kulturore tonën me pas një kujdes të veçantë për vlerat që ka vinë këtu ose që ka prezentohen para publikut. Është ndihmë e madhe Kuvendit Komunal, konkretisht kryetarit komunës zotit Agim Aliu, me ekipin e tij sigurisht, të cilët fuqishëm e kanë mbështet edhe ardhjen e artistëve të mëdhej të cilët performuan në koncertin e nëntorit. Pritja e tyre ka qenë e organizuar mjaft mirë prej konkretisht prej kabinetit të zotit kryetar, mandej edhe me mbështetje të fuqishme të bizneseve ferizajse, të cilët duhet falenderu se janë tregu të gatshëm për me ndihmu një aktivitet që nuk është edhe e kollajshme i mbledh gjitha ata artistë edhe me i pru, me i sistemu, me i vendos, me ju kriju hapësinë edhe kushte për me performu në skenën e ferizajt. Me thonë donator që janë tregu të gatshëm edhe që po rrinë të gatshëm gjithmonë për çfarëdo nevoje të aktivitetit artistik. Pa e mohuar, zoti Mustafa, këtë mbështetje që u ka dhënë pushteti lokal i Ferizajt, ndoshta edhe qeveria e Kosovës, sikur ende në Ferizaj ka blerje të aktiviteti, ka blerje të artistëve, në thojzat po e quaj kështu, sjellje të performancës nga jashtë. Sa do të ketë apo si e shihni rritjen e kësaj potence artistike me theks veçantë në muzikë në të ardhmen në një qytet të ri, po që ka traditë edhe në arte? Është e vërtet se e mira blehet. Thash, falenderova për këtë punë donator të cilët janë tregu të gatshëm, mos them në mënyrë të pakursyer për me ndihmu kompanitë e mëdha në Ferizaj. Tash mos të korritem me haru në jemën, po kontribut veçantë japin kompania Bavaria, kompania Emerald, Hip Petrol, Eskavatori, edhe shumë kompani tjera që ndoshta me i thonë me emna metet në një pa përmend, mos të hynë hak, po kemi ble, është e vërtet, po kemi ble vlerë. Keni ditë të zgjidhni. Këtë e vendos publiku, gjithmonë, po e mira e kësaj. Se një segment që unë kujtoj është më meritori në këto rrethona, është se disa herë ne gazetarët kur kemi raportuar për ngjarje ndryshme kulturore këto në Ferizaj, pa qoftë shfaqje teatrore apo performanca të artistëve me emrat, përveç gjithmonë sikur e kemi pas një krizë shikuesit. Ju e thyt këtë tabu. Ju jo vetëm që e mbushët sallën në atë koncert, por kishte edhe më shumë shikues jashtë sallës. Si arritët këtë? A kemi krizë vërtet të publikut apo të vlerave? Çfarë cilësoni ju këtë? Kriza nuk është, mendoj unë, as njërin as në tjetrën. Është ndoshta kujdesi për ta ofruar të mirën te njerëz të mirë. Ferizaj gjithmonë ka pas vlerë. Ka pas vlera që ka me prezentu, ka ditë me prit vlerën edhe ka ditë edhe me përcjell vlerën. Mu vjen shumë keq që është e vërtet se salla ka qenë e mbushur përplot. Ka pas njerëz që kanë ngel edhe jashtë sallës. Spektakli i vitit kaluar ka qenë spektakël televiziv me një numër shumë të kufizuar. Edhe pse numri i madh i njerëzve të ftuar brenda, po besoj se do ta arsyetojnë veten si vjet kur do të jetë hyrja e hapur edhe për publikun e gjerë. Do të thotë do të keni dyert e hapura për gjithë të interesuar. Po, për të interesuar për vlerë. Tash po kthehem prapë te pyetja para kësaj, kur thatë se kemi ble vlerë. Është e vërtet që kemi ble vlerë, po tu e ble vlerën, kemi pa dhe si bëhet vlera. Kemi marrë edhe mësime prej eksperienca në formacion orkestral që kanë performu vitin e kaluar në atë spektakël, ka pas edhe instrumentist të ri Ferizajs.
që do me thonë ata veç janë ullë dhe e kanë provu që do me thonë me qenë në të njëjtën skenë me të them të mëdhajt e artit shqiptar që janë artistë e radio-televizionit shqiptar. Kur i përmendëm në këta emrat që kanë bo historinë e artit muzikor në Ferizaj, si kur i me të mbëshni Gjemil Regjepit, Po, thash mos të korritemi se ka shumë Gjemil Regjepit i cili jo vetëm në atë korin e njohur të Prishtinës, po bërë emër në Itali, në Japonie, ishte një për artistëve me vlera universale. Nuk do të rri pa e përmend edhe një emër tjetër, Ramadan Ramadani, që unë e kam pas mësues. Edhe ai ka bo një punë të jashtëzakonshme me korin e shkollave fillore. Kor për fëmijë, po. E ka prezentuar Ferizaj më të mira në Jugosllavi. Shumë e vërtet, po. Edhe pikërisht në ditët e kulturës që po zhvillohen tashmë në Ferizaj, është një shfaqje për të nderuamin Ramadan Ramadani. Mirë, unë në këtë emision, para se të hyjmë në emision, gjatë përgatitjes për këtë emision, në biografinë tuaj lexova se ju shkollimin për muzikë e keni filluar në Prizren. E keni vazhduar në Prishtinë, pastaj edhe në Shkup, ku e keni mbrojt në Universitetin Publik, e keni mbrojt edhe temën e masterit. Tash tutje ka Astrit Mustafa, ku Tiranës do t'i kthehet sërish apo Evropës? Tash jam prapë në klasë të parë. Jam kthy prej fillimit. Jam të vazhdu studimet. Po është e vërtet shkollimin e kam fillu në vitin 1985 në Prizren, në shkollë të muzikës. Du me thonë një fjalë që nështë është e dhimshme, po nuk e kam një vetën fort krenar. Kur kam hyrë në klasë edhe i kanë thirë emnat kush është pranu, kush prej ka, qysh. Kujdestari i klasës atëherë më kujtohet profesor Rami Meri. Ka thonë, ma në fund shqyqyrë në erdhë një nëzënës edhe prej Ferizajt. S'kish pas ka herë nëzënës prej Ferizajt në shkollë të muzikës. Se në atë kohë, për informacion, shkollë muzike ka pas Prizreni. Prishtina. Po, Prizreni e ka shkollën e muzikës për vitin 1945, kur e ka themelu kompozitori jonë i nderuam Lorenz Antoni, i cili ka shku prej Ferizajt në Prizren edhe e ka hapë shkollën e muzikës, po, shumë e vërtet. Ai aktivitetin e tij e ka pasin në Ferizaj në 1940, 41, 42, edhe mas luftës dytë botërore ka shku në Prizren, atje është hapë shkolla e parë e muzikës. Mandej dikon, nuk jam shumë i sigurt, më duket në vitet 70 është hapë edhe në Prishtinë, një shkollë muzike, më thënë kanë qenë në Prizren edhe në Prishtinë. Mu fillimisht Veli Sahiti, këngëtari i mirënjohur Ferizajës, emblematik i Ferizajt, i cili si vjetë, po ashtu në ditët e kulturës të Ferizajt, e shënon 40 vjetorin e punës e tij si artist, dhe më ka pas marrë si i vogël për dore, e më ka qenë në shkollë të muzikës, që duhet me falenderu patjetër. Po ka egzistua të një mendësi, edhe pse ju keni qenë fëmijë një mësuesi që ka ditë fort mirë rëndësinë edhe të muzikës, edhe të edukimit. Pile mos me elon pa përmend mësuesi bashkë, mësuesi i parë, mësuesi Bajram që ju veç për e njëfshit, Bajram Mustafa, mësues me 22 vjet stazh pune, i cili në vitin 95 është pensionu, edhe është hala mësues. Sa ke gëzu mbështetjen e tij për krajin? Patjetër. Se ka ekzistuar një mendësi që njerëzit që merren me muzikë, jo bëjnë gjunoje, jo jesin pa punë, nuk është. Do ta përmend edhe një familjar tjetër, ose dy familjar tjerë, sigurisht nënën Nif, nuk bën me lënë pa përmend se gjithçka ajo është krye fjalë. Do të përmendi edhe dajen tim, Ali Lubishtani, i cili për herë të parë më ka bë për ditëlindje dhurat një fizarmonik. Kam qenë atëherë në 7 vjeç, po. Edhe mandej baba, mësuesi Bajrami më ka mësuar me ira.
me thonë me ato këngët metodike të librave të muzikës, si të gjithë mësuesit e tjerë cilët kanë marru normalen, shkollën normale, e kanë lujt ka një instrument. Ju në Prizren nuk shku si letër e bardhë? Jo, sigurisht jo. Si potencial natyror. Dhe me thonë, edhe pse Ferizaj nuk ka pas shkollë muzike, si që kanë tash, po thuj se gjitha, jo po thuj se po gjitha qytetet e mëdhaja kosovare, shkollën e ullt, edhe shkollën e mesme të muzikës. Unë kisha shku me atë fizarmonikën e vogël, e më vonë dikon në klasën e... Ka të klarineti? Fizarmonikën e mësova prej babës. Me këngë metodike, thash këngë të vogla, do re mi, mi fasën, ashtu, e mandej daja tjetër, daja që më pruni fizarmonikën dhërat, ishte Ali Lubishtani, që në Ferizaj... Profesor i gjusë shqipe dhe i gjusë angleze, për gjeneratët e para të profesorëve të anglishtës në Ferizaj. Sigurisht, njëri me një kontribut madhe dhe në kulturë, se ka qenë një kohë drejtori i shtëpisë kulturës. Mandej, daja tjetër, Sadik Lubishtani, që është profesor matematike, njëjtë edhe ai instrumentist. Dhe një prej njerëzve që një mas mirë të gjeneratët e para kompjuterit. Me siguri, profesor informatike në shkollën teknike, profesor matematik informatik, ma zhvilloj atë talent të jera bashkë fizarmonikës. Jo, po bjeri kështu, jo, bjeri ashtu. Nëjherë të ma ngrejnë veshin, nëjherë gishtin, edhe ma vonë Daja Ali, që ishte edhe drejtor në shtëpinë e kulturës, më ofroi në ansamblin Kastriotët, ku unë pash klarinet për herë të parë. Edhe mora ndorë një klarinet që ishte klarinet e shtëpisë kulturës, aty veç tu e pasun pak njohuri prej fizarmonikës, pak prej gitarës që ma kishte mësu Daja Sadik, fillova me i vënu gishtat. Klarinet? Po, bile është dikon edhe një incizim prej ditëve të para, për një 2-3 javë, që ashtu mësova dhe mira. Edhe e mandej, kjo ishte klasa e 7, dikon e shkollës fillore. Kur e marrova klasën e 8, prej vitit parë shkollës mesme, kam shku në Prizren edhe kam fillu veç në mënyrë profesionale me studiu klarinetën. Shikus nderuar, kur përmendet klarineti, edhe në Tiranë, pedagogët e muzikës me pietet e përmendin emrin e artistit tashmë të afirmuar në rrafshin gjithëkombëtar Astrid Mustafa. Ne me porosit regjis do të i kushtojmë pak 2 minuta propagandës ekonomike.